Drama On the Heart of the Rose, bazuar në tekst të dramaturgut Eduardo Manet me rënje kubane dhe Aphrodite de Lorraine me priardhje nga Kosova, sjell historinë e dy të dashuruarve në një kohë të largët. Aty janë peizazhet e dy ekstremeve midis lirisë dhe kufizimeve të aristokracisë. Në regji të Patrick Alloin, shfaqja çon gati 100 vjet prapa dhe prek luftën dhe të tjera sfida në për të cilat dashuria synon të lulëzoj dhe triumfon. Ky rrëfim ka hapur edicionin e 9 të festivalit ndërkombëtar të teatrit në Prishtinë. Festivali që mban edhe emrin e regjisores së ndjer, Burbuqe Berisha, ka nisur të hënën mbrëma programin e tij në teatrin Faruk Begolli. Si vjet janë në program 6 shfaqje që vijnë nga shtete të ndryshme dhe do të shfaqen çdo mbrëmje deri më 24 maj. Në ceremoninë e hapjes, kryeministri në detyrë Albin Kurti është ndalur tek ajo që vjen nga Bosnjë-Hercegovina. Ka thënë se festivali është vend takim ku shpirtrat komunikojnë përtej fjalëve dhe se përmes skenës hapin rrugët që shpesh politika i mbyll. I falenderoj për pjesëmarrjen e tyre dhe për guximin dhe angazhimin për të ndërtuar ura aty ku historia e politika kanë lënë plot. Republika e Kosovës është të armën e saj të lidhur me paqe të qëndrueshme, me fuqinësi të mirë dhe me bashkëpunim të ndërsjellë. Me Bosnjë dhe Hercegovinën na ndajnë kufit, por na bashkojnë përvojat, sfidat dhe sidomos nevoja për të njohur më mirë përmes artit dhe kulturës. Ne besojmë se kultura është rruga më e sigurt për respektin e ndërsjelljes. Atë që institucionet politike nga njëherë e vonojnë, arti mund ta paraprijë. Themeluesi i festivalit, aktori Ilir Tafa, në ceremoninë e hapjes ka shfrytzuar rastin të shpall aktorin Enver Petrovci si mysafirnderi i festivalit. Vinë në një moshë, timen po dhe në rrethanat e mia. Interesant, shumë kujtohet familja. Për gjë që kemi menduar se i ke harruar, kujtohet. Edhe mu, derisa foli Ilir Tafa, i studentim, po kujtohet takimin i parë me te. Interesant. Mi takun në oborën e teatrit Dodoma, isha drejtori i teatrit. Një djalë i ri, fillimi pa dëgjueshëm. Edhe mas, në banë se ke shkollën që duhet. Por me kohë, ja ku është. është i çuditshme, kemi mbetë shokë, edhe gjatë studime, edhe pas studime, edhe sot i kësaj dite. Pak e këmë shlenyu në kohën e fundit se s'po takohemi më shpesh, se s'ka kohë i liri. E që sonë të takun, falenderoj për tezën që më bëre, qove prej të vdekurve, edhe ja erdha. Falenderoj. Me të përfunduar ceremonia e hapjes, me njëherë skena është pushtuar nga aktorët Emanuel Lemir dhe Aphrodite de Lorraine për lojën e tyre në shfaqjen On the Heart of the Rose. Është gushti vitit 1929 që zbulohet nga data e letrës që Antoine i shkruan nga Buenos Airesi nënës së tij në Francë. Sapo takon Consuelon, të fejuarën e tij, zbulohet edhe ana e dashurisë së tyre. Shfaqja ka përplot skena që e zbërthejnë atë. E kurorëzojnë dashurinë e tyre me martesë, por shpejt nisin konfliktet. Janë të tipit nëse ajo që vjen nga El Salvadori, një vend ku gratë janë teje të emancipuara, duhet të punojnë apo jo. Ajo ka punuar si modele e gazetare në shtetin e saj, si 16 vjeçare është larguar nga shtëpia për të studiuar jashtë vendit, ndërkohë që tani i duhet të përballet në rrethanat e një shoqërie aristokrate. Aktoria Aphrodite de Lorraine ka thënë se pjesa qendrore e shfaqjes ka qenë të vihet në dritë gruaja, që gjithmonë ka qenë në hije. Edhe pse ka qenë një artist shumë talentuar, sepse ishte piktore, ishte skulptore, domethënë në krejt kjo pjesën e saj ka qenë gjithmonë shefur, sepse vuri
e ka marrë krejt vendin. E kjo drama është shumë e rëndësi për me qitë në dritë gruan, artin, sepse jemi të folë, epoka është 1999, e ajo ishte shumë e lirë për këtë epokë. Edhe si grua, ka qenë shumë ma e lirë që se vendat në Evropë në këtë periudhë të jetës. Ka qenë shumë independent, shumë e lirë, 16 vjetë u shku, ka ikë, ka studiu në Amerikë me bursat e krejt, edhe pastaj ka ardhur në Francë. Antoine është shkrimtar i famshëm. Në radio transmetohen sukseset e tij e çmimet që merr si gazetar, edhe intervistohet. Më pas shpërthen lufta dhe atij duhet të jetë në shërbim ushtarak. Pas mërzisë së gjatë e lutjeve, ata sërish bashkohen. Në fund, Antoine heq dorë nga gjithçka vetëm për dashurinë e jetës së tij. Aktori Emmanuel Lemire, që e luan rolin, ka thënë se bazuar në përmbajtjen e shfaqjes nuk ka qenë lehtë të luhet roli i tij. Not easy because he's such a great man, so Nuk është e lehtë pasi ai është një njeri i madh dhe harron reputacionin e tij. Unë thjesht harroj atë që mundohem të jem i sinqert, të jem ai, të kem mendimet e tij. Që nga fillimi ishte ideja e personazhit si një princ i vogël. Jam një princ i vjetër më pas. Është e mrekullueshme të luash një rol të një njeriu që është sa i famshëm, por shumë modest në të njëjtën kohë. So I'm like an old petit prince, because Ngjarjet në vazhdim të festivalit ndërkombëtar të teatrove në Prishtinë përfshin edhe shfaqjen Petrikora, The Story of Bridge of Arta, në regji të Harry Thomas. Produksioni grek është shfaqur të martën brëma. Si zakonisht, festivali mbyllet me ndarjen e çmimeve këtë të shtunë.